Shëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam menduar se përgatit mishërez në tepsi që nuk I del asnjëherë moda edhe gjithmonë është ushqim I dëshiruar për I krejtëve. Krejt që kanë nevojën për përgatitjen e mishërezit janë 1 kg e 200 gram me mish të pulës për ndyshe kaqika, I kom qitë me uzi me ujtë në nxehtë, një lugë të mesme ja kom qitë plot me veget edhe I kom lanë derisa të zihen për 20 minuta. Në anën tjetër I kom ngri 2 domatet të qerura, I kom ngri në copa, një lugë të gjellës me veget, gjys lugët e çajit me biber të zi, një lugë të gjellës me biber të kuq, një karrotë e kom dashur në copa, 3 qepi kom ngri si dhe vaj. Po ashtu 3 gota të ujit të 200 ml me orez, e kom pastru mirë derisa të jetë pra në fund uji I pastërt, për me ly mishin e pulës ose kaqikat për mi, një lugë të gjellës e kom qitë me hudhër blume dhe gjys lugë të çajit me biber të kuq si dhe pak vaj. Bismillah tash me një fillojna përgatitjen. Spore morëm një tigan edhe qesim vaj, e lojna vajin që të nxehet mirë. Furrën e kom shumë temperaturë 220 gradë të nxehet. Tek hudhra edhe biberi I kuq, qesim pak vaj edhe lojna hozer, përzina me një lugë, shpejt, edhe me këto e lyna mishin e pulës kaqikat për një përndryshe. Pasi që është nxehur vaji, tash I marrim 3 qep. Kemi ka vërdis qetë për një 4 minuta, morëm me njëre orizin e pastruar. Ashtu orizin, ashtu me qetë edhe një 5 minuta shteta në. Tash morëm domatet, karrotën, tash morëm një tepsi plunit, edhe prej tiganit tash kthejna orizin në tepsi. Morëm biberin dhe kuq, pekitën, biberin dhe zi, edhe tash morëm longën e mish. Ja kemi qitë longën e orizit, pra derisa të mbullohet orizi. Përzina mirë, mandej e qesim kaqikat edhe lyna për mi me hudhër blume, me vaj edhe biber të kuq.
është. E lina pra për mi, kaqikat edhe me njëre fusit tepsin në furën e nxehur. Edhe mishërizi është gati, e kom lënë për gjysore në furrë, duket super. Jënë rresh kaqikat edhe orizi pra bëhet tepër i shishëm. Unë gjithashtu e kom qef që kam përgatitur në Kosovë, oriz të kuq që bash të knaq zemrën. Neve na beft mirë e juve po ashtu nëse përgatitni një sallatë anash, pak kastro mos ajran edhe mos lëpni gjë më mirë. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Leri që thamë, miru pofshim.